Faleminderit edhe një herë. Gjithsesi se përveç se është nder dhe mbase lirisht mund të them edhe privilegj, ti je pjesë e listës së lëvizjes së vendosje, normalisht është edhe një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Mirë po, në lëvizje vazhdimisht kemi mësuar se pa marrë parasysh se çfarë angazhimi ke apo nga cili pozicion angazhohesh, ajo çka është e rëndësishme është që të mbash parimet e qëndrimet që na karakterizojnë. E lëvizja vetëvendosje njihet gjithësisht që i ka mbajtur ato parime edhe si subjekt opozitar, por edhe si subjekt i cili aktualisht qeveris me vendin. Pra, normalisht se ti je pjesë e kësaj liste është edhe përgjegjësi e madhe, por çka lirisht mund të them se zotohem është se do t'i mbroj ato parime që i kemi ngritur bashkë me aktivistë e idealistë të shumt e qytetarë që janë bashkuar në këtë rrugtim të gjatë lëvizjes vetëvendosje, por që po dëshmohet çdo ditë më shumë që është rrugtimi i dur për vendin, pasi që ky rrugtim po i mundson Kosovës më shumë sovranitet, më shumë zhvillim e më shumë barazi.